Fryrjes së surit, disa dietarë ndojnë mendimi 3 herë, që nuk kupton se fryrja e parë është për t'i rrot fikt njerëzve. I bet fikt me fryrjen e parë. E dyta është për të vdekur çdo gjallënesë që e përmendëm, dhe e treta për të rinjallë. Edhe pse ne i takojmë mendimit se janë dy fryrje. Mirë po, fillimi dhe mbarimi dallojnë. Pra në fillim kur t'i frihet suri, i bjen të fikt çdo krijesë që ndëgjon, nga se është zonë i papaballueshëm. E pastaj me përfundimin e fryrjes së parë, vdesin çdo gjallënesë. Diferenca mes fryrjes së parë dhe fryrjes së dytë, apo fryrjes së dytë dhe si fryrjes së tretë, sipas mendimit të parë, ka thonë Ebu Hurajra, transmeton me hadith të vërtet, ka thonë 40. E kanë pyetur Ebu Hurajrën dhe i kanë thonë 40 vjet, ka thonë nuk e di. Thot 40 ditë, thot nuk e di. Apo 40 muaj, thot nuk e di. Me transmetim thot nuk kam pyet. Pra mes fryrjes së parë apo dytës, mes azesimit të keq, shkatërrimit të gjithë gjallënesëve, vdekjes të gjithë gjallënesëve dhe ringjalljes, do të jenë 40. Mund të jenë 40 vite, mund të jenë 40 muaj, mund të jenë 40 ditë. Çfarë ndodhin këto ditë? Sipas shumë transmetimeve, ndodhin azjesimi i qiejve dhe tokës. Bëhet katastrofë. Dhe kur bëhet katastrofë çdo senit, atëherë fillon ringjallja. Domethënë mund ka mendoj 40 vjet apo? Mund mendoj 40 vjet, për shkak se Borera thotë nuk kam pyet apo nuk e di. E tash ajo. Kjo më intereson mua për plot shikuesve. Domethënë skamat, i gjithë njerëzimi ka vdek, këtë janë varre, asnjë njeri mbi tokë. Ndodh kiameti, ndodh shkatrimi, si do të ndodhe ringjallja? Kjo është shumë e rëndësishme, pyetje shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, dhe na ka njoftuar Allahu Azza wa Jall dhe pejgamberi Allahut, që ka thonë se Allahu Azza wa Jall kur të vendoset që njerëzit të ringjallen, paraprakisht Allahu e zbrit një shi të lehtë. Ne i thejmë ros. Ka një transmetim sikur rosa, një mëngjes që bën. Apo ka thonë sikur se një hije. Kjo ros e ban që pjesët e trupit të grumbullohen, të bashkohen siç kanë qenë. Pra varri nuk është diçka vetëm depo e trupit. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu në varr tretet çdo gjymtyr e tij, përveç se një asht i fundit të kurrizit, që i thuhet kërbishti. Po, kërbishti. Ky kërbishti është qipi i njerit. Dhe rosa shkatërrohet këtë me krahë. Gjëse. Njëri ditën e gjykimit çdo njeri. Deri në gjykim kupton është i gatruar. Përveç se këtij kërbishti që qëndron, ka qipi i njeriu që nëpërmes këtij qipi do të rikthehen trupat e njerëzve në varr ashtu siç janë vorros. Elementi i cili i ringjall është shiu. Pra dhe shiu sot aludon ringjalljen, aludon rikthimin e botës së vdekjes. Për këtë arsye, me ardhin këtij shiut, bashkohen të gjithë gjymtyrët dhe njeriu rikthehet në varrin e tij ashtu siç është vorros. Për jashtim ka apo s'ka? Për jashtim janë pejgamberët e Allahut. Sipas atyre dietarëve që konsiderojnë hadithin e vërtet, dhe ka prej dietarëve që konsiderojnë hadithin e dopt, që këtë hadith që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Allahu ja ka ndaluar tokës që t'i tret trupat e pejgamberëve. Mund të ekzistojnë dhe trupat e shahidëve që mos kalben, siç transmeton Imam Malik se në kohën e vërshimeve në Medinë, kur i kanë transferuar varrezat, e kanë pasë trupi i Hamzës ka qenë ashtu sikur është vorros pas disa vite. Gjithashtu edhe kur është shpalosën komba e një të vorrosurit në xhamin e pejgamberit Allahut, afër pejgamberit, janë frikë se ka qenë komba e pejgamberit, po pastaj kanë verifikuar dhe kanë vërtetuar se kjo ka qenë koma e Omerit. Për këtë arsye, domethënë këto trupa të cilët domethënë që nuk janë tret, faktikisht domethënë që ato janë ashtu siç kanë vorros. Ndërsa trupat të cilët janë të tretura, ato do të rikthehen. E pastaj do të hapet varri prej tokës del. Po. E kur do të ndodhe kjo? Fryrja e surit të dytë. Kur ndodhet, rikthehen shpirtat në trupa.
Pra të shpirtat nuk qëndrojnë te trupi. Siç kanë hadithe pejgamberit Allahut se shpirtat kur të vdesin trupat, shpirtat ngriten lart në qiell. Shpirtat e shehidëve janë në brendësinë e zojgjve të gjelbër që domethënë fluturojnë në baçet e kopshtit të xhenetit, ndërsa trupat apo shpirtat e besimtarëve jo shehida qëndrojnë në kandilat e varura në arshin e Allahut. Kur t'i frihet surit për çdit, rikthehen shpirtat në trupat e tyre. Pastaj hapen varrezët. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i pari do të jem që do të më hapet varri. Ka me transmetim, edhe pse ke ndaj tjetër transmetimi kemi, domethënë diskutim me dietarë, ka thon pastaj ringjallet pas pejgamberit Allahut te Abu Bekri. Dhe pas Abu Bekrit Omer. Dhe ka thon disa transmetime se pas këtinve do të hapen varrezat e Baqi, gharqat në Medinë. Ringjallet fillimisht pejgamberi Allahut. Dhe pse ka diskutim se a ka mundësi që Musai të ishte ringjall përpara për shkak të një hadithit pejgamberit Allahut që janë zonën, do thonë një musliman me një qifut në Medinë. Dhe besimtari është betu dhe ka thënë pasha atë që e ka kriju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa qifuti thotë pasha atë që e ka kriju Musai. Dhe godit muslimani qifutin dhe i thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjallë, po betosh në atë të cilën e ka kriju Musai, duke qenë Muhammedi gjallë. Dhe ki qifuti janë ku te pejgamberi Allahut. Dhe pejgamberi Allahut ka thonë mos më ngritni më lart se Musai. Ka se ditën e gjykimit do qemi i pari që do të ringjallën dhe shoh Musain të kapur për kamën e arshit Allahut. Thot nuk e di. A nuk i ka rat fikt me frirjen e surit të dytë, pra nuk i ka rat fikt. Ka mjaftu me që i ka rat fikt në dunjë kur ka kërku nga Allahu ta shef Allahun, apo është ngrit para me. Këta dilema mes Musait dhe pejgamberit Allahut se cilin nga ato, po si duket se pejgamberi Allahut është i pari që ringjallet në ditën e gjykimit, pasi të hapen varrezat dhe njerëzit ringjallen në atë gjendje sikur që kanë vdek. E pastaj kanë diskutuar dietarët se ringjallen të zhveshur apo Dalin mbi varrin. Apo të veshur. Për shkak disa transmetime, për shkak se transmetonin për Said al-Khudriu, i cili thonte kur të më qefinosni, qefminosni me qenë qefin të bukur, të pastër, nga se më kanë ardhur transmetime, pra sikur e kanë dëgjuar pejgamberin Allahut, që njerëzit ringjallen me qefinat e tyre. Apo disa transmetime nga disa sahabe, sikur Imran ibn Husain, nëse nuk gaboj, ka thonë veshni me petkat më të bukura që i posedoj, ka se kam dëgjuar se ringjallen me ato petka që kam vdek me to. Mirë po si bëhet kjo, si bashkohet kjo hadith, këto hadithe, këto transmetime, me hadithin e vërtet që thot Aisha radiallahu anha, kur pejgamberi Allahu tha se do të ringjallen njerëzit në ditën e gjykimit të zhveshur, këmbëzbathur, të pabomsinet. Dhe Aisha e pyet pejgamberin Allahu dhe thotë ja Rasulullah, thot meshkujt dhe femrat? Ka thënë po, meshkujt dhe femrat. Gratë dhe burrat? Thot gratë dhe burrat. Do të shiqojnë njëri tjetrin? Dhe do ja është çështja shumë më e tmerrshme se sa ti kujtohet njeriu të shiqon dikë. E kanë thonë si bashkohen këto transmetime, kanë thonë disa dietar ka mundsi njerëzit të ringjallen me petkat të cilët kanë vdek apo me qefinet që janë varros, mirë po deri të arrinte toka e mahsherit, këto petka do t'i shkyen apo do të zhveshen, do të prishen. Do të zhveshen, po. E në tokën e mahsherit do t'jenë lakuriç të zhveshur siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë forma që dalin mbi varri, domethënë. Ka thonë një transmetim që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerëzit ndalin prej varrit sikur që dal bari prej tokës kur bjen shi. Në atë foto bing do të ndalin. Ka ardhur transmetime që hapet varri dhe njeriu ngritet. Edhe i pari që do ta pret njeriu që ka në transmetim ditën e gjykimit, në veçanti që është përgëzim për hafizat e Kuranit. Shërptorët e Kuranit ka thonë ai që e pret është një njeri i zbeht. Njeri i zbeht të pret në ringjallje. A di kush është ky? Ky është Kurani. Që ka zbeh njerën duke lexu, duke përvetësu në këtë dunjë, pra në ditën e gjykimit do ta pret, do ta mirëpret njeriu dashamiri miku i tij, pra Kurani Kerimi. Allahu na bëf për ty. Amin.